Giuseppe Gjiboni, një nga violinistët më të njohur të skenës ndërkombëtare muzikore, si dhe fituesi të çmimit prestigjos Paganini, do të ngjitet sonte në mbrëmje në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në një koncert që, siç e quan edhe vetë artisti, njihet nga të gjithë për tingujt e tij të mrekullueshëm dhe vështirësinë teknike që kërkon mjeshtri të rrallë. Yes, we will play the Paganini. Po, do të luajmë në koncertin numër 2 të Paganinit. Është shumë i famshëm sepse luhet La Campanella dhe mendoj se të gjithë e njohim atë temë. Është një nga veprat më të njohura të Paganinit. Ai ishte një virtuoz i madh që ndryshoi përgjithmonë teknikën e violinës. Është gjithmonë e vështirë ta luash Paganinin, kërkon teknik, por edhe shpirt. Është shumë e vështirë të lejosh që muzika e tij të ngrihet mbi lulet e teknikës. Por ne do të përpiqemi të japim më të mirën tonë. Koncerti do të zhvillohet në drejtimin e dirigjentit spanjoll Sergio Alpont, ndërsa në skenë do të bashkohen Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura. Artistët po përgatiten aktualisht për koncertin, ndërsa Gjibon ndan emocionet e para të ardhjes në vendin tonë. Do të udhëtojmë më pas për në Bolonjë për një tjetër festival ku do të kem debutimin tim, por jam shumë i lumtur që jam sot në Tiranë. Kjo është dita ime e parë këtu dhe mezi pres të njoh bukuritë e këtij vendi. Kam pasur edhe një takim të shkurtër me maestro Alapont dhe mezi pres të punoj me të dhe me të gjithë orkestrën. Mbrëmja e 9 tetorit do të nisë me një udhëtim muzikor në rrënjët e shpirtit të gjeniu të kompozicionit Rimski-Korsakov, një vepër që shpalos thelbin e muzikës romantike, ku çdo notë tingëllon si një kujtim i tokës, i traditës dhe i shpirtit të një kombi.